Dita e 87 e një proteste e cila nuk ka lodhje, por ka energji, ka qëndres, ka rezistencë për Shqipërinë, sepse këta të rinj, këta protestues, nuk i kanë nxjerrë në shesh partia, por i kanë nxjerrë në shesh Shqipëria. Një Shqipëri e cila është më shumë se korruptuar, një Shqipëri e cila është më shumë se sa e vjedhur. Dhe ju këtë e dini të gjithë, pavarësisht se disa nuk duan ta pranojnë, pavarësisht se disa politikën e shikojnë siç shikon tifozi futbollin. Një tifoz ka një skuadër futbolli për zemër dhe nuk e ndron atë sikur nami të bëhet. Për shembull, unë nuk e ndroj Juventusin sikur të shkoj edhe në kategorinë C. Por ama ndryshe është politika. Politika është mbajtje premtimi. Sa aty një parti politike, një lider, një kryeministër ta lehtëson jetën, i mban premtime që ai jep në fushatat elektorale. Kështu funksionon demokracia, kështu ecën përpara vendi. Dhe një qytetar nuk mund të sillet ndaj demokracisë, ndaj partisë, ndaj liderit, siç sillet një tifoz ndaj skuadrës së tij të zemrës. Ndaj, mos mendo me tifozeri, por mendo me logjik, mendo për interesin tënd. Qytetari në fund ditës ka interesin e tij parësor dhe nuk ka interesin e partisë politike. Partia politike aktualisht ka interesin e saj, do të qëndrojnë pushtet sepse ka benefite. Ka pushtet, ka para, ka korrupsion, ka çdo gjë. Ndërkohë ti, si një qytetar, nuk ke asgjë sot, nuk ke as shëndetësi, nuk ke as